Komplot nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Apostazit në duket e Ishamit dhe Ajashit ishin vetëm nga dënimet e vogla për Kureshët, të kundërpërshuara rënd nga rrjedha vazhdueshme mërguesve, të cilët nuk o kontrollonin dot. Disa nga shtëpitë më të mëdha në Mekë tani ishin pa qiraxhin. Të tjera që kishin qenë plot ishin tashmë të zbrazëta me përjashtim të ndonjë të moshuari. Në qytetin që ishte dukur Agjipegat, e harmonishëm, vetëm 10 vjet më parë, gjithçka kishte ndryshuar. Fal këtij njeriu të vetëm, por teksa këto ndjenja trishtimi e melankolie shkonin në vendin, ekzistonte ndërgjegjja e pashitshme për një rrezik në rritje nga I qytet në veri, ku aq shumë armiq potencial ishin mbledhur tashmë tokë. Njerëz që nuk merakoseshin as pak për lidhjet fisnore. Nëse I binin ndesh fesë së tyre, ata që kishin dëgjuar të dërguarin të thoshte: Kurejsh, ju sell vdekjen. Nuk e kishin harruar kurrë, ndonse atëherë dukej se nuk ishte gjë për t'u friksuar. Por, po t'u shmangej tani, me gjithë veshkimin e paprerë që u kishin bërë lëvizjeve të tij dhe të arrinte në Jethrib, ato fjalë mund të dinin si më tepër të thjesht kërcënim. Vdekja mutimit, mbrojtësit e profetit, dukej se hapi rrugën për veprim dhe për të hapur më tej. Ebu Lehebi mungoi me qëllim në takimin që prijesat Kurejsh mbajtën tani në kuvent. Pas një diskutimi të gjatë, kur ishin shtruar e rrëzuar sugjerime të larmishme, ata u pajtuan disa prej tyre ngurueshëm me planin e paraqitur nga Abu Xheli, si e vetmja zgjidhje efektive e problemit të tyre. Çdo klan do të emëronte një të ri të fuqishëm, të besueshëm e me lidhje të forta, dhe në një çast të caktuar me gjithë këta burra do të mësynin Muhamedit, duke I dhënë secili një goditje vdekjeprurëse në mënyrë që gjaku e tij t'i ngarkojë çdo klani. Hashimit nuk mund ta luftonin krejt fisin e Kurejshëve dhe do të duhet të pranonin të shpërblimin e gjakut, që do të ofrohej. Në vend të hakmarrjes dhe kështume në fund, bashkësia do të ishte qafi një njeri, I cili për sa kohë të ishte gjallë, nuk do t'i linte të qetë. Gjibraili erdhi tani të I dërguari, e I tha se ç'duhej të bënte. Ishte mesditë kohë e pazakont për vizitë. Por I dërguari shkoi drejt te shtëpia e Abubekrit, I cili e kuptoi me njëherë sapo e pa në atë orë se diçka e rëndësishme kishte ndodhur. Aisha dhe motra e saj e madhe, Esmaja, ishin më të atin kur hyri I dërguari. Zoti më ka lejuar ta lë qytetin dhe të mërgoj, tha I. Bashkë me mua, tha Abubekri. Bashkë me ty, tha I dërguari. Aso kohë, Aisha ishte në vitin e saj të 7. Ajo do të thoshte më pas. Para saj dite, nuk e dija se dikush mund të qante nga gëzimi, gjërsa pash Abubekrin të qante nga ju fjalë. Pas I bën planet, I dërguari u kthye në shtëpi dhe I tha Aliut se do nisej për Jethrib. Duke urdhëruar të rinte mbrapa në Mekë, gjërsa t'u kthente të zotëve të gjitha gjërat që kishin lënë në shtëpinë e tyre për ruajtje, I dërguari kishte rreshtur kurrë se u njohuri si El Emin. Dhe kishte ende shumë një besimtar që ja besonin pasurinë, siç nuk ja besonin askujt tjetër. Ai tha gjithashtu Aliut se Gjibraili I kishte treguar për komplotin që Kurejshët kishin bërë ndaj tij. Të rinj që kishin zgjedhur ta vrisnin, ishin pajtuar të takoheshin jashtë portës së tij, pasi të binte nata. Por tek prisnin sa të mblidheshin të gjithë, dëgjuan tingullin e zërave të grave që vinin nga shtëpia. Sevdes, Kulthumit, Fatimes e Ejmenit. Kjo I bëri të mendoheshin dhe njëri tha se po të ngjiteshin mbi mur e të futeshin në shtëpi, emrat e tyre do të mbaheshin për turp mes arabëve, sepse do të kishin dënuar privatësinë e grave. Kështu që vendosën të prisnin gjersa viktima tyre synuar të dilte. Si që kishte zakon të bënte herët në mëngjes, nëse nuk dilte më herët.
I dërguari dhe Aliu e pikasën shpejt pranin atyre dhe i dërguari mori një hirk dhe të cilën e kishte zakon të flinte e ja dha Aliut duke i thënë: "Fli në shtratin tim e mbështillu me këtë hirkën time të gjelbërt Hadramie. Fle në të dhe nuk do të vi dëm tyre." Pastaj filloi të recitonte surën që quhet sipas gërmave të saj hapse Yasin. Dhe kur erdhi në fjalët: "Dhe ne I kemi mbështjell, ndaj nuk shohim", doli nga shtëpia, e Zoti u amori shikimin, kështu që nuk e pan dhe ai kaloi përmes tyre duke shkuar rrugës së vet. Një burr po vinte në drejtim të kundërt dhe rrugët e tyre u kryqësuan, dhe ai e njohu të dërguarin. Pak më vonë, rruga e tij e çoi jo larg nga shtëpia të dërguarit, dhe duke parë njerëz te porta e tij, ai u thiri që nëse doni Muhamedin, ai nuk ishte aty, por kishte ikur me kohë. Si ka mundësi, menduan ata. Një nga komplotuesit e kishte veshkuar shtëpinë dhe kishte parë të dërguarin të hynte para se të arinin të tjerët. Dhe ata ishin të sigurt se askush nuk ishte dalë sa ndemi gjatë qëndrimit të tyre aty. Por tani filluan të merakoseshin, gjersa njëri për tyre, që dinte se ku flinte profeti, shkoi në një pikë ku mund të shihte përmes dritares, sa për të siguruar se dikush po flinte mbi shtratin e të dërguarit, I mbështjell në hirk, kështu që I siguroi shokët se njeriu I tyre ishte ende aty. Por kur zbardhi, Aliu I ngrit dhe shkoi te dera e shtëpisë ende I mbështjell në hirk, dhe ata e pan se kush ishte dhe nisën të mendonin se ua kishte hedhur disi. Ata pritën dhe pak, dhe më holla hënë, që ishte e gjithë ç'kishte mbetur nga hëna venitse e muajit Sefer. Ishte ngritur mbi kodrat lindore dhe filloi të zbehi me rritjen e dritës. Ende nuk kishte gjurmëte të dërguarit, dhe me një shtysë të papritur, ata vendosën të iknin, secili te kryetari I klanit të vet, për të dhënë alarmin.